Jeni kurios të dini se cila është monedha e OpenAI? Për ju që keni WorldCoin, dëgjojeni me vëmendje këtë video. Kjo monedhë u bashkëthemelua nga Sam Altman dhe për gjithë ata që e njohin, Sam Altman është i njohur si CEO i OpenAI dhe normalisht është edhe një bashkëthemelues i gjithë projektit. Qëllimi i tij ishte të krijonte një mënyrë për të dalluar njerëzit nga inteligjenca artificiale në internet. Skanon irisin e syrit për të verifikuar që je një person unik apo jo. Qëllimi është verifikimi i identitetit dhe jo ruajtja e imazhit të syrit. Një strategji kjo që pothuajse është shumë efikase dhe shumë e përdorshme dhe do të jetë e ardhmja. Ky projekt përfshin 3 pjesë kryesore. E para është World ID për identitetin digital. E dyta është World App që përdoret si portofol. E treta është për tokenin WLD si pjesë e ekosistemit. Për mendimin tim, ajo që e bën WorldCoin të veçantë është se po përpiqet të zgjidhë një problem që mund të bëhet gjithnjë më i rëndësishëm në të ardhmen. Tani çfarë duhet të ndodhë që projekti të krijojë më shumë interes në të ardhmen? Së pari, mendoj se duhet të rritet përdorimi World ID. Pra, sa më shumë platforma të pranojnë World ID si metodë verifikimi, aq më shumë do të rritet edhe interesi për këtë ekosistem. Për shembull, nëse aplikacionet ose rrjetet sociale fillojnë të integrojnë World ID-n për të luftuar llogaritë falso ose fake, kjo do ishte një zhvillim i jashtëzakonshëm. Arsyeja e dytë është se duhet të zgjerohet rrjeti Orb që përmendëm më sipër në shumë vende të botës. Pra, deri tani është në pak shtete dhe sa më i lehtë jetë verifikimi për përdoruesit, aq më shumë njerëz do i bashkangjiten këtij projekti. Nëse i bashkohen aplikacione ndryshme verifikimi në vende ndryshme, normalisht që baza e përdoruesve do rritet dhe do zgjerohet. Nëse dëshironi të mësoni më shumë, atëherë bashkohuni te webinari jon falas, klikoni te linku në bio për të regjistruar.